Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falendrojmë dhe madhrojmë Allahun, krijuesin, sunduesin dhe furnizuesin e gjithësisë, dhe paqja e tij qoftë me të dashurin ton, zotëriun e të parëve dhe të mërëmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e dashur të tij, me ashabët e tij dhe me të gjithë ata besimtarë të cilët ndjekun rrugën e tij. Ya Allah, mëson atë që nuk dim, mëson atë që na bën dobi dhe bëna dobi me atë që na mëson, se dhe bëna prej atyre të cilët i dëgjojnë thënjet e tua e i pasojnë më të mirat në mesin e tyre dhe shtën e diturin. Elusum Allahun e madhrum, Zotin e Arshit madh, na bashkaj rreth imanit, përmendjes së Allahut dhe Kur'anit, dhe të na bëj fjalë të fundit në këtë botë fjalën La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Si dhe elusum atet na bashkaj pastaj në një jetë të lumtur, në një jetë përjetshme në xhennetin Firdaus të sunduesit që të fuqishëm. Vëllezër dhe xhamati të nderuam, deri tani i kemi shpjeguar 5 armë të besimtarit të cilat duhet t'i ketë besimtari në luftën e tij kundër intrigave, kundër mashtrimeve të iblisit dhe të ushtrisë së tij. E fundit në mesin e këtyre armëve ishte përmbajtja e xhamatit të muslimanëve, që të jemi rreth atij grupi të cilët i përmbahen rrugës së vërtetë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E thamë se ata janë Ahl sunnah wal jamaa, do më thonë pranarët e sunnetit dhe xhamatit të muslimanëve. E thamë se të populli jonë, shumica e popullit tonë, edhe pse tash jemi ma tepër musliman formalisht, mirë po i takojmë këtij drejtimi, e kemi nevojë që ta përmirësojmë bindjen tonë, besimin tonë edhe amelin tonë, veprat tona në përgjithësi, që të jemi vërtet prej Ahl sunnah wal jamaa, që të jemi vërtet prej asaj rrugës së vërtetë, e cila është, apo pej grupit të vërtet, i cili është vetëmi grupi shpëtuar në ditën e gjykimit para Allahut të madhëm. Sot do të përmendim armën e 6 dhe të 7 të besimtarit në luftën e tij kundër iblisit, kundër ushtrisë së tij. Arma e 6 është zbulimi i planeve edhe i atyre rrjetave të cilat i vendos iblisi dhe ushtria e tij kundër muslimanëve. Zbulimi i planeve do të thonë ti. Nëse juve ju kujtohet në kalumen, kur kemi folë për metodat, mënyrën se si shejtani mashtron njerëzimin, kemi folë për 19 apo 20 metoda të cilat ai i përdor në luftën e tij kundër njerëzimit. E ato janë çështje shumë të rëndësishme. Nuk mjaftojnë që ne pi folin këtë xhumë, as ne hoç tjetër në për xhumat e tjera, por ato do t'i mësojmë vazhdimisht i tij. Do t'i kemi parasysh gjithmonë jetën tonë nëse dëshirojmë me shpëtu. Përndryshe, armiku është shumë i rrezikshëm. Edhe metodat të cilat ai përdor janë shumë mashtruese. Prandaj nuk mjaftojnë këto ligjëratat e mia apo cilët do hoç për me thonë tash vëlla ndëgjova sepse na sapo po dalim prej xhumas pi harrojmë këto çështje. Mirë, po kemi nevojë që vazhdimisht ti përsërisim, vazhdimisht ta dim çka na ka thonë Allahu dhul xhelal, çka na ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam për këto mashtrime, për këto metoda, për këto plane të cilat i përdor iblisi dhe ushtria e tij, mashtrimin e njerëzimit, në mashtrimin e muslimanëve edhe njerëzimit përgjithësi. Natyrisht Kur'ani madhrum, vllazën të nderuar, dhe suneti i pejgamberit sa na i kanë treguar këto çështje. Nëse ju kujtohet, kemi fol për atë që na kujtoi Allahu në Kur'an, që na përkujtoi me ten Kur'an për mashtrimin e Ademit. Se çysh e mashtroi iblisi Ademin, babain ton, çysh e çoi deri te ajo me hangër prej pemës së ndaluar. E mashtroi, edhe i boni beç, unë jam këshilltari i joti, edhe i tha ha për i kësaj peme, sepse nëse ti ham për i kësaj peme, do t'jesh prej njerëzve të pavdekshëm, do të kesh pushtet tepër të madhe, kështu me radhë, me të gjitha ato metodat, planet e tij që i ka vendos, edhe do me thonë, i ka përgatit për me mashtru Ademin edhe Havan, edhe pastaj do me thonë njerëzimi me qenë këtë gjendje çfarë jemi tash momentalisht. Natyrisht edhe kjo ka ndodhur me lejen e Allahut, se pa lejen e tij nuk ndodh asgjë. Mirë, po neve po na intereson se çysh ai do me thonë e mashtroi. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në shumë hadithe se si
shejtant i ndëgjojnë thanjet në qiell, edhe vinë te falltorët e i vendosin fjalët që i kanë dëgjuar, ne i fjalë. Sepse Allah i gjun ata me zjarr, edhe i zhduk. Mirë, po ndonjëherë arrin me marr ndonjë fjalë edhe bin te falltorët çat fjalë, e pastaj falltorët i shtojnë 100 rana bashkë me atë fjalë. Do me thonë, një fjalë ja qellojnë, mirë po, 100 rana i bojnë bashkë me atë fjalë, edhe do me thonë kështu bashkëpunën. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar se si shejtani mallkum i bën vezvese njeriu. Qysh i bën vezvese, qysh i përshpërit në zemrën e tij, në shpirtin e tij, dhe qysh mundohet me mashtruar. E kështu me radhë, do me thonë duhet të kemi parasysh të gjitha këto çështje të cilat Kurani ka përmend, apo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithet e tij që të shpëtojmë prej intriga, prej mashtrimeve të tij. Nëse ju kujtohet një hadith i rëndësishëm kur na tha pejgamberi sa vjen shejtani i mallkum te njeriu. Edhe i thot Allahu krijoi tokën, Allahu krijoi diellin e hanën, Allahu krijoi galaktikat, Allahu krijoi e gjin dhe shejtant, Allahu krijoi njeriu kështu me radhë, por të vjen në fund qëllimi i tij në fund thot, por Allahun kush e krijoi? Çfarë metode përdor ai në shpirtin tan, mendjen tonë për më të mashtruar? E thot në fund, po Allahun kush e krijoi? E tha pejgamberi sa kur t'ju vjen ky mendim, thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, edhe pshtyn on shmajtrie. Çfarë mënyre? Në çet mënyrë pshtyn, jo me pshty krejt me pshtym, po vetëm me disa pika, sepse është ide e shejtanit. Sepse është mashtrim i shejtanit, sepse Allahu dhul xhelal është i pa fillim, i pari pa fillim, edhe i fundit pa mbarim. Mirë, po na tregoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë metodë, këtë mënyrë tina qysh, domethënë mashtrim. E na vllazën të ndërun kur jemi tu fol, un jam duke folur këtu para juve, edhe para vetvetes pikë spari. Mirë, po na unë e di që për çdo ditë na jena në mashtrim e tij, por nuk jemi tu e kuptu, nuk jemi tu e di. Për çdo ditë na të cilët e falem 5 vaktin, mos të flasëm për ata njerëz të cilët s'u bjen mend me thon Allah kur. Po dhe na që jemi namaz jemi këtu, pse? Se nuk i dim këto çështje të cilat na e ka shpjeguar Allahu dhul xhelal në Kur'an, nuk i dim ato çështje të cilat na e ka shpjeguar pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam në sunetet e tij. Nuk dina më rujt, nuk dina më mbrojt. E njeriu nëse është pa armë, çysh do më shkojnë luftë pa armë, pa armatim? Çysh do më dal? Kurse armiku është shumë i armatosur, me armë tepër të mëdha, çysh do më shpëtuam? Prandaj që ky është qëllimi i kësaj arme, domethënë zbulimi i metodave, i planeve, i rrjetave të cilat i vendos ai para njerëzimit, edhe në veçanti para besimtarëve muslimanë. Po shkojmë te armja e 7. Armja e 7 ka të bëjë me kundërshtimin e shejtanit. Armja e 7 është kundërshtimi i veprave të shejtanit, apo kundërshtimi i tij në përgjithësi. Na tham te Ademi alayhis salam qysh te Ademi alayhis salam e tha i boni be. Tha vallahi, pasha Allahun, unë jam këshilltari joti. Pasha Allahun. Ademi alayhis salam si krijesë e re, si njeri i sinqert, qysh e kish krijuar Allahun atë krijimin e parë, natyrshmëri, nuk besoj që dikush bën be rrajshëm në Allahun. Edhe unë sot s'po besoj, po gjende njerëz që po bojnë be rrajshëm në Allahun. Sa njeriu të bën për një kill patligjana, ose kastravesa, ose speca, ose për një punë shumë thjesht, të bën be pasha Allahun, nuk mërzitet. Nuk mërzitet fare hiç. Pastaj ndodhen të gjitha ato fatkesia të cilat na përjetojmë, posaçërisht ata të cilët bojnë be rrajshëm janë në rrezik të madh. Fatkesia e kësaj be mund të nxonë edhe në këtë dynjë, edhe i kanë nxonë edhe na pi shumë. Shumë njerëz i kanë nxonë edhe në këtë botë para se më nxonë, domethënë e keqja e saj edhe në ahiret. Do me thonë, na duhet vllazën të ndërum me kundërshtu shejtanin veprimet e tij, në qëllimet e tij. Na më herët folëm për zbulimi metodave të tij. Prandaj na duhet me kanë anën e kundërt. Përpara hoxhallarët e mirë kanë thonë, nëse këto njerëzit shkojnë në anë, ti dosh me shku në anën e kundërt kur je në hak. E jo me thonë që shtojnë shumica njerëzimit sot, kaç shkojnë krejt, po shkojmë edhe na. Kaç shkojnë shumica, po shkojmë edhe na. Ja, Islami nuk thotë kështu. Kurani nuk thotë kështu. Allahu dhul xhelal po thotë, nëse krejt njerëzimi shkojnë në një anë, e ti je në hak, në të vërtetën dush me ndjek anën e kundërt. Sepse shumica e njerëzve janë në rrugë të gabueshme. Sepse shumica e njerëzve janë mohues në nimeteve të Allahut. Sepse shumica e njerëzve nuk e ndjekun rrugën e Allahut dhul xhelal.
Prandaj ti duhesh mu veçu pe atyre. Na duhet mu veçu prej tyne. E jo me thon ka të shkojnë shumica, po shkojmë edhe na, edhe ashtu po veprojmë. Kështu pin dëgjoj shumicën e popullit tonë. Edhe haxhitesh, edhe hoxhallar besa disa prej tyre kështu me radhë, ka të shkojnë këtë, po shkojmë edhe na. Pse mu dalluna pe tjerëve? Allah në Kur'an po dush mu dalluem. Natyrisht na e pranojmë edhe të aty shumicës kur i kanë veprat e mira, mirë po shumica e tyre janë rrugë gabueshme fatkeqësisht. Një dietar me emrin El Harith ibn Qais tha: "Idha ataka ash-shaytanu wa anta tusalli, fa qala innaka tura'i fazidha tulan." Qëre shejtani vllai ndërum sa thellhin, po atë kur të vjen një shejtan tu fal ti namaz, je tu fal namaz. Edhe thot ti pe bën për syfasi kët namaz, kaq bukur. Edhe të shtin mos me fal namaz të mirë, ti bën edhe më të mirë se sa që është. Sepse ai po tenton më të shtin ves ty, më shtin dyshime që atë namaz që je të e bo për syfasime të pa tjerë. Edhe thot mos javë, mos këshir anash, këshir non djathë, këshir non shmajtë kështu më radh. Por po thot ik prej kësaj ideje të shejtanit edhe bën edhe më mirë se sa që je të e bo. Por shiko se për çka je të e bo. A je të e bo për hatër të Allahut apo për hatër të njerëzimit e kështu me radhë. Na dim vllazën të ndërum sot në kohën tonë bashkëkohore shumica shumë njerëz i kryjnë veprat për sy e faqe. Me i pa njerëzit bëhet haxhi vën kapuçin e mbot dikush. Për çka e bë që ke vënë kapuçin? Çka e bëti? Kapuçi mustahab. Është mustahab e pëlqyeshme, nuk pe mohojmë. Është e pëlqyeshme pas domosdoshmë, pas sa çështë namaz. Mirë po, me kanë me kapuç, me kanë kjo punë, këti shumë kanë musliman, këtë bota e Islamit, atje në Arabi shumica kanë kapuça, po veprat ku i kemi? Amelet ku i kemi? E shkon do me kallzu këtë botës që e bo haxhi. Ja. Allah nuk po thotë çashtu. Veproj veprat e mira, mshifi veprat e mira, qysh i mshif veprat e këqija. A ki qenë më të pa dikush ato veprat e këqija që i ke veprua? Do veprat këqija të shëmtume, që marrosh edhe pe vetës tënde, nuk i dëshir. Qashtu dhe veprat e mira mshifi. Jo mi kallzu krejt, me kallzu që je dikush, përveç atyre veprave që Allah na ka thonë mi vepru haptas, sikur namazin, e zeqatin, e disa punë të cilat Allah na ka urdhëruar që t'i bojmë me xhamat, do të thon bashkërisht. Mirë po thirrën veprat mira pa ndërprej. Me një hadith tjetër thot pejgamberi sa liyakul ahadukum bi yaminihi wal yashrab bi yaminihi wal ya'khudh bi yaminihi fa inna ash-shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi wa yu'ti bi shimalihi wa ya'khudhu bi shimalihi. Kur ndonjëri prej juve han, let han me dorë djathtë, let pin me dorë djathtë, let merr me dorë djathtë. Kur të hansh ha me dorë djathtë. Edhe kur të pesh pi me dorë djathtë, edhe kur të merrsh diçka merr me dorë djathtë. Sepse shejtani mallkum han me dorë të shmajt, pin me dorë të shmajt, edhe jep e merr me dorë të shmajt. Në më thonë shka pejgamberi sa po na mëson qysh me kundërshtu ata. Mirë, po sa na rrim, unë kam pe praktike vllazën të nderuar, na musliman me disa besimtar kur rrim, edhe ja u përsërisim, edhe ju thojmë, mos pi me dorë të shmajt, e merr çajin me dorë të majt. Nuk i kujdes, do të thonë nuk jemi të kujdesshëm në ato punë që Allahu dhe pejgamberi jo na ka mësue, nuk jemi. Pejgamberi sa më pa një ditë një tupi ujë me dorë të shmajt. Edhe i tha, ndretha, pi me dorë djathtë, sepse shejtani pin me ty. E shehke, pejgamberi sa me pajke. Edhe i tha një ditë njëri, tha, ki dëshirë, tha, maca me pi me ty ujë? A ki dëshirë, tha, me pi maca me ty ujë? Bashk, me një gotë, me një anë. A kini dëshirë maca me pi me ty? Tha, jo, ja Rasulullah. Tha, ka pi një ma i kes se maca. Ma i kes shumë. Tha, ka pi shejtani. Edhe na si vënojmë kujdes qajin, sokat e ndryshëm, ushqimin me dorë shmajt, e tjera, nuk janë njerëzit kujdesshëm. Shumica e popullit tonë, familjeve tona kështu me radhë, nuk i kemi këto porositë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vllai nderuam, që kjo është ajo tema që po dëshirojmë na, thelbi i kësaj teme që po dojmë të thonë këtë çështje. Kundërshtimi i shejtanit veprimet e tij. Edhe këto natyrisht i mësojmë pe pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, sepse na nuk jemi pejgamber me ditë këto, por ai na i ka mësuar. Pastaj ka ndalu pejgamberi sa që të pim ujë në kam, me pi ujë në kam. Mos pi, ka ndalu, është më e pëlqyeshme mu ujë patjetër ujë. Si në ushqim ashtu edhe në pije. Jo me pi në kam ujë. Tash janë ato kafet a keni pa me qëllim i kanë bë metoda shejtani pi udhëz këtë punë, e kanë bë kafet ku do të më nejt në kam me pije, me hangër me e tjera. Bash, do të thonë vetëm atë që e pëlqen shejtani. Kështu i kum pa disa kafet veçanta këtu, do të thonë metoda të reja. Janë, shumë e thonë, çështje moderne që kërkon koha, do të thonë me hangër në kam edhe me pi në kam e kështu me radhë. Veç, do të thonë me kundërshtu sunetin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam.
Po ashtu pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam na ka ndalu vëllai apo edhe Allahu në Kur'an israfin. Israfi aq është i keq sa që Allahu në Kur'an tha innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Vërtet ata të cilët bojnë israf, e çojnë mallin në gjona të kota, e japin pa kujdes, edhe nuk e din ku e dhojnë, jo në rrugt të Allahut janë vllazërit e shejtanit. Vëllezërit e shejtanit janë ata njerëz të cilët e shpenzojnë pasurinë në gjona të kota. E kush janë ata? Na jemi çata. Populli janë vëllezërit e shejtanit mallkum. Pse ku peçojnë popullin pasuri? Ku janë të çu pasurinë për xhamia? Për botime islame? Për rrugën e Allahut? Për punët e mora? Ja, i dhimet. 5.000 euro vllazën të ndërum i kanë lyp vjet për me ndërtu që minarën tonë, që është katastrofë, midis Prishtinës. Rësaj peshini që ka po ndërtojët xhamia si te që ka me. 5.000 euro i ka lyp. 5.000 euro një familje muslimane i ka lanë në kafën e Iliris për një natë. 5.000 euro rafsh i ka lanë për një darsëm, ka bo darsëm edhe të shpia, për përmenë si shemë, s'ka pa marë parasysh kush është taj. S'ka, nuk ka lidhje. Po du me thonë, shikoni që ka jena në gjendje me bo për hatër të shejtanit, për israf, e nuk jemi në gjendje me bo për hatër të Allah të kur gjumë. S'kemi, valla, nuk kemi, po kur vje puna për zina, për raki, për darsma, për gjanat kota që s'kan kur farë vlerë në realitet, në qatë shpenzim nuk banë, s'po thomën e mësë bë darsëm, se dhe pejgamberi ka thonë bë darsëm, e bën diçka, e prejën e i dashin e i dele, ato e në krejt, por jo me te pruhe, ma shumë shpenzën në rrugën e Allah. Po për atje, shejtani po ta ngushtën zemrën e shpirtin, po pe hupi këtë parë. Me dhonë rrugë të Allah të po më humë, s'ka vlerë. Hamo në realitet që ajo po tjetë të Allah në gëllë. E Allah i përshujti ata të cilët veprojnë kështu që janë vëllezërit e shejtanit. Tha me një hadith tjetër pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, firashun lirrajul wa firashun limraatihi wa firashun lidhayf wa rabi' lishaytan. Dëgjani me mendje vëllazën tonë. Hadith i rëndësishëm, ndoshta nuk e keni ni, apo në paqini më herët e keni harruar. Tha, një krevat për ty, një për gruan tënde, një për musafirin, i katërti për shejtanin. Një për ty, një krevet e merr për ty, i nevojshëm, ke nevojë për një krevet, e merr, një kauç, që i thojmë nëse. Dytin për gruan tënde, i treti për musafirin, i katërti për shejtanin. Do me thonë, qka e tepron, qka ndërton, ose blen pa nevoj, e ki për shejtanin më. Nuk është për ty. E sa një peshin, apo ndërtojma, unë e di rastet vllazën të ndërun vllazën këtu të ne, 2 apo 3 vllazën e në ata, 2 vllazni kanë hecë për para shumë. Kanë ndërtu pallate, kanë ndërtu dyqane, janë bo milionera. Vllai i tyne është në kolim. Me një kolim. Mirë po, dashti Allahu, ata të pasurit shkun, me të këtë fukaraja. Shkun, nuk ju me të këtë dynjo. Ndërta. Pa marë parasysh edhe të janë musliman, por nuk jemi besimtarë si tu të vllazën të ndërë. Na po kujtojmë me ka musliman, pse kena ardhë me falë një namaz, ose pse pa agjerojmë Ramazanin. Këtë e në obligime vetëm, kur gjë tjetër. Islami është shumë ma i thellë se sa që po mendojmë na. E kështu vllazën të ndërum, e harrojmë vllahun ton, nuk jena në gjendje me dani pjesë shtëpisë tonë me adhan vllahu ton. Pse? Se jena të undë vetëm me këtë dynja. Nuk po ndërtojna, nuk po mendojna me ndërtu ahiretin, po dojna me ndërtu këtë dynja e me shkatru ahiretin. Si shta i djetari kur i tha ti halifës ton, i tha i halifja, po pse o Abu Sulejman, tha pse na pe urrejna ahiretin e pe dojna këtë dynja. Për shka? Tha shumë thjesht. Tha sepse e keni ndërtu këtë dynja e keni shkatru ahiretin. Prandaj po pritoni me dalë pe ndërtimit në shkatërim, se si kur ta ndërtonit ahiretin, e me kanë kjo pak më e shkatrume, kishit me pas dëshirë me dalë atje. E na vllazën të ndërum që shkallë jemi, ndërtojmë dynja, pastaj e dojmë këtë dynja, i friksohëm kësaj dynjaje, edhe nuk e dojmë ahiretin, nuk e dojmë vdekjen, nuk e dojmë Allah, nuk e dojmë botën e ardhme, nuk e dojmë xhenetin në cilin ka përgatitur Allah, çka syni nuk ka pa, çka veshi nuk ka ndëgju, apo çka zemra e njeriu nuk mundet me paramendu. Na inshallah taala vllazën të ndërum do të vazhdojmë atje me këtë çështje, edhe pse na mbet në gjysmë, inshallah taala në ditët e ardhme. Elusim Allahun dhul xhelal që ta forcoj Islamin dhe muslimanët apo shtroj kofrin dhe pabesimtarët, të drejtoj të humbrit tonë, të shëroj smurit tonë. Elusim Allahun dhul xhelal na drejtoj neve në veçantë në rrugën e drejtë.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. E falendrojmë dhe madhrojmë Allahun, krijuesin, sunduesin dhe furnizuesin e gjithësisë, dhe paqja e tij qoftë me të dashurin ton, zotëriun e të parëve dhe të mërëmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e dashur të tij, me ashabët e tij dhe me të gjithë ata besimtarë të cilët ndjekun rrugën e tij. Ja Allah, mëson atë që nuk dim, mëson atë që na bën dobi dhe bëna dobi me atë që na mëson, se dhe bëna prej atyre të cilët i dëgjojnë thënjet e tua e i pasojnë më të mirat në mesin e tyre dhe shtonë diturinë. Elusum Allahun e madhrum, Zotin e Arshit madh, na bashkoj rreth imanit, përmendjes së Allahut dhe Kur'anit, dhe të na bëj fjalë të fundit në këtë botë fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Si dhe elusum atë të na bashkoj pastaj në një jetë të lumtur, në një jetë përjetshme në xhennetin Firdaus të sunduesit që të fuqishëm. Vëllezër dhe xhamati të nderuam, deri tani i kemi shpjeguar 5 armë të besimtarit të cilat do t'i ketë besimtari në luftën e tij kundër intrigave, kundër mashtrimeve të iblisit dhe të ushtrisë së tij. E fundit në mesin e këtyre armëve ishte përmbajtja e xhamatit të muslimanëve, që të jemi rreth atij grupi të cilët i përmbahen rrugës së vërtetë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tham se ata janë ahlus sunnah wal jamaa, domethënë pronarët e sunetit dhe xhamatit të muslimanëve. E tham se të populli jonë, shumica e popullit tonë, edhe pse tash jemi më tepër musliman formalisht, mirë po i takojmë këtij drejtimi, e kemi nevojë që ta përmirësojmë bindjen tonë, besimin tonë edhe amelin tonë, veprat tona në përgjithësi, që të jemi vërtet prej ahlus sunne wal jamaa, që të jemi vërtet prej asaj rrugës së vërtetë, e cila është apo prej grupit të vërtetë, i cili është vetëm grupi i shpëtuar në ditën e gjykimit para Allahut të Madhëm. Sot do të përmendim armën e 6 dhe të 7 të besimtarit në luftën e tij kundër iblisit, kundër ushtrisë së tij. Arma e 6 është zbulimi i planeve edhe i atyre rrjetave të cilat i vendos iblisi dhe ushtria e tij kundër muslimanëve. Zbulimi i planeve do të thonë ti. Nëse juve ju kujtohet në kalumen, kur kemi folë për metodat, mënyrën se si shejtani mashtron njerëzimin, kemi folë për 19 apo 20 metoda të cilat ai i përdor në luftën e tij kundër njerëzimit. E ato janë çështje shumë të rëndësishme. Nuk mjaftojnë që ne pi folin këtë xhumë, as ne hoj tjetër për xhumat e tjera, por ato do t'i mësojmë vazhdimisht ti. Do t'i kemi parasysh gjithmonë jetën tonë nëse dëshirojmë me shpëtu. Përndryshe, armiku është shumë i rrezikshëm. Edhe metodat të cilat ai i përdor janë shumë mashtruese. Prandaj nuk mjaftojnë këto ligjëratat e mia apo cilët do hoj për me thonë tash valla ndëgjova sepse na sapo po dalim prej xhumas pi harrojmë këto çështje. Mirë, po kemi nevojë që vazhdimisht ti përsërisim, vazhdimisht ta dim çka na ka thonë Allahu dhul xhelal, çka na ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam për këto mashtrime, për këto metoda, për këto plane të cilat i përdor iblisi dhe ushtria e tij, mashtrimin e njerëzimit, mashtrimin e muslimanëve edhe njerëzimit përgjithësi. Natyrisht Kur'ani madhrum vllazën të nderuar dhe suneti pejgamberit sa më i kanë treguar këto çështje. Nëse ju kujtohet, kemi fol për atë që na kujtoi Allahu në Kur'an, që na përkujtoi me ten Kur'an për mashtrimin e Ademit. Se qysh e mashtroi iblisi Ademin, babain ton, qysh e çoi deri te ajo me hangër prej pemës së ndaluar. E mashtroi, edhe i boni beç, unë jam këshilltari i joti, edhe i tha ha për i kësaj peme, sepse nëse ti ha për i kësaj peme, do t'jesh prej njerëzve të pavdekshëm, do të kesh pushtet tepër të madhe, kështu me radhë, me të gjitha ato metodat, planet e tij që ka vendos, edhe domethënë i ka përgatitur për me mashtruar Ademin edhe Havan, edhe pastaj domethënë njerëzimi me qenë këtë gjendje çfarë jemi tash momentalisht.
Natyrisht edhe kjo ka ndodhur me lejen e Allahut, se pa lejen e tij nuk ndodh asgjë. Mirë, po neve po na intereson se çysh ai domethënë e mashtroi. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar në shumë hadithe se si shejtant i ndëgjojnë thanjet në qiell, edhe vinë te falltorët e i vendosin fjalët që i kanë dëgjuar në fjalë. Sepse Allah i gjun ata me zjarr, edhe i zhduk. Mirë, po ndonjëherë arrin me marr ndonjë fjalë edhe bin te falltorët çat fjalë, e pastaj falltorët i shtojnë 100 rana bashkë me atë fjalë. Domethënë, një fjalë ja qellojnë, mirë po, 100 rana i bojnë bashkë me atë fjalë, edhe domethënë kështu bashkëpunojnë. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar se si shejtani mallkum i bën vezvese njeriu. Qysh i bën vezvese, qysh i përshpërit në zemrën e tij, në shpirtin e tij, dhe qysh mundohet me mashtrue. E kështu me radhë, domethënë duhet të kemi parasysh të gjitha këto çështje të cilat Kur'ani ka përmend, apo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithet e tij, që të shpëtojmë prej intriga, prej mashtrimeve të tij. Nëse ju kujtohet një hadith i rëndësishëm kur na tha pejgamberi sa vjen shejtani i mallkum te njeriu. Edhe i thot Allahu krijoi tokën, Allahu krijoi diellin e hanën, Allahu krijoi galaktikat, Allahu krijoi e gjin dhe shejtant, Allahu krijoi njeriu e kështu me radhë, por të vjen në fund qëllimi i tij, në fund thot, por Allahun kush e krijoi? Çfarë metode përdor ai në shpirtin tan, mendjen tonë për më të mashtruar? E thot në fund, po Allahun kush e krijoi? E tha pejgamberi sa kur t'ju vjen ky mendim, thuaj a'udhu billahi minash shaytanir rajim, edhe pshtyn on shmajtria. Çfarë mënyre? Në çet mënyrë pshtyn, jo me pshty krejt me pshtym, po vetëm me disa pika, sepse është ide e shejtanit. Sepse është mashtrim i shejtanit, sepse Allahu dhul xhelal është i pa fillim, i pari pa fillim, edhe i fundit pa mbarim. Mirë, po na tregoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë metodë, këtë mënyrë tina qysh, domethënë mashtrim. E na vllazën të ndërun kur jemi tu fol, un jam duke folur këtu para juve, edhe para vetvetes pikë pari. Mirë, po na e di, unë e di që për çdo ditë na jena në mashtrim e tij, por nuk jemi tu e kuptu, nuk jemi tu e di. Për çdo ditë na, të cilët e falem 5 vaktin, mos të flasëm për ata njerëz të cilët s'u bën mend me thon Allah kur. Po dhe na që jemi namaz jemi këtu, pse? Se nuk i dim këto çështje të cilat na e ka shpjeguar Allahu dhul xhelal në Kur'an, nuk i dim ato çështje të cilat na e ka shpjeguar pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam në sunetet e tij. Nuk dina mbrojt, nuk dina mbrojt. E njeriu nëse është pa armë, çysh do më shkon luftë pa armë, pa armatim? Çysh do më dal? Kurse armiku shumë i armatosur, me armë tepër të mëdha, çysh do më shpëtuar? Prandaj që ky është qëllimi i kësaj arme, domethënë zbulimi i metodave, i planeve, i rrjetave të cilat i vendos ai para njerëzimit, edhe para në veçanti para besimtarëve muslimanë. Po shkojmë te armja 7. Armja 7 ka të bëjë me kundërshtimin e shejtanit. Armja 7 është kundërshtimi i veprave të shejtanit, apo kundërshtimi i tij në përgjithësi. Na tham te Ademi alayhis salam qysh te Ademi alayhis salam e tha i boni be. Tha vallahi, pasha Allahun, unë jam këshilltari joti. Pasha Allahun. Ademi alayhis salam si krijesë e re, si njeri i sinqert, që kish kriju Allahun atë krijimin e parë, natyrshmëri, nuk besoj që dikush bën be rrajshëm në Allahun. Edhe unë sot s'po besoj, po gjende njerëz që po bojnë be rrajshëm në Allahun. Sa njeriu të bën për një kill patligjana, ose kastravesa, ose speca, ose për një punë shumë thjesht, të bën be pasha Allahun, nuk mërzitet. Nuk mërzitet fare hiç. Pastaj ndodhen të gjitha ato fatkesia të cilat na përjetojmë, posaçërisht ata të cilët bojnë be rrajshëm janë në rrezik të madh. Fatkesia e kësaj be mund të më nxonë edhe në këtë dynjë, edhe i kanë nxonë edhe na pi shumë. Shumë njerëz i kanë nxonë edhe në këtë botë para se më nxonë, domethënë e keqja e saj edhe në ahiret. Domethënë, na duhet vllazën të ndërum me kundërshtu shejtanin veprimet e tij, në qëllimet e tij. Na më herët folëm për zbulimin metodave të tij. Prandaj na duhet me kanë anën e kundërt. Përpara hoxhallarët e mirë kanë thënë, nëse këtë njerëzit shkojnë në anë, ti do të shkon në anën e kundërt kur jenë hak. E jo me thonë që shtojnë shumica njerëzimit sot, kaç shkojnë krejt, po shkojmë edhe na. Kaç shkojnë shumica, po shkojmë edhe na. Ja, Islami nuk thotë kështu. Kur'ani nuk thotë kështu. Allahu dhul xhelal po thotë, nëse krejt njerëzimi shkojnë në anë,
e ti e në hak, në të vërtetën dush me njek anën e kundërt. Sepse shumica e njerëzve janë në rrugë të gabueshme, sepse shumica e njerëzve janë mohus në nimeteve të Allahut, sepse shumica e njerëzve nuk e ndjekun rrugën e Allahut dhul xhelal. Prandaj ti duhesh mu veçu pe atyre. Na duhet mu veçu prej tyre. E jo me thon ka të shkojnë shumica, po shkojmë edhe na, edhe ashtu po veprojmë. Kështu pin dëgjoj shumicën e popullit tonë. Edhe haxhitesh, edhe hoxhallar besa disa prej tyre kështu me radh, ka të shkojnë këtë, po shkojmë edhe na. Pse mu dalluna pe tjerëve? Allah në Kur'an po duhesh mu dalluem. Natyrisht na e pranojmë edhe aty shumicës kur i kanë veprat e mira, mirë po shumica e tyre janë në rrugë gabueshme fatkeqësisht. Një dietar me emrin El Harith ibn Qais tha: "Idha ataka ash-shaytanu wa anta tusalli, fa qala innaka tura'i fazidha tulan." Qëre shejtani vllai ndërum sa thellhin, po atë kur të vjen një shejtan tu fal ti namaz, je tu fal namaz. Edhe thot ti pe bën për syfasi kët namaz, kaq bukur. Edhe të shtin mos me fal namaz të mirë, ti bën edhe më të mirë se sa që është. Sepse ai po tenton më të shtin vesh ty, me shtin dyshime që atë namaz që je të e bo për syfasimet pa tjerë. Edhe thot mos javë, mos këshir anash, këshir non djathë, këshir non shmajtë kështu më radh. Por po thot ik prej kësaj ideje të shejtanit edhe bën edhe më mirë se sa që je të e bo. Por shiko se për çka je të e bo. A je të e bo për hatër të Allahut apo për hatër të njerëzimit e kështu më radh. Na e dim vllazën të ndrum sot në kohën tonë bashkëkohore shumica shumë njerëz i kryjnë veprat për sy faqe. Me i pa njerëzit bëhet haxhi vën kapuçin e mbo dikush. Po çka e bë që kemi nuk kapuçin? Çka e bë ti? Kapuçi mustahab. Është mustahab e pëlqyeshme, nuk pe mohoj. Është e pëlqyeshme pas domosdoshmë, pas asnjë namaz. Mirë po, me kanë me kapuç, me kanë kjo punë, këti shumë kanë musliman, këtë bota islame, atje në Arabi shumica kanë kapuça, po veprat ku i kemi? Amelet ku i kemi? E shkon do me kallzu këtë botës që e bo haxhi. Ja. Allah nuk po thot çashtu. Veproj veprat e mira, mshifi veprat e mira, qysh i mshif veprat e këqija. A ki qenë më të pa dikush ato veprat e këqija që i ke veprua? Do veprat këqija të shëmtume, që marrosh edhe pe vetës tënde, nuk i dëshir. Qashtu dhe veprat e mira mshifi. Jo mi kallzu krejt, me kallzu që je dikush, përveç atyre veprave që Allah na ka thonë mi vepru haptas, sikur namazin, e zeqatin, e disa punë të cilat Allah na ka urdhëruar që t'i bojmë me xhamat, do të thon bashkërisht. Mirë po thirrën veprat mira pa ndërprim. Me një hadith tjetër thot pejgamberi sa liyakul ahadukum bi yaminihi wal yashrab bi yaminihi wal ya'khudh bi yaminihi fa inna ash-shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi wa yu'ti bi shimalihi wa ya'khudhu bi shimalihi. Kur ndonjëri prej juve han, let han me dorë djathtë, let pin me dorë djathtë, let merr me dorë djathtë. Kur të hansh ha me dorë djathtë. Edhe kur të pesh pi me dorë djathtë, edhe kur të merrsh diçka merr me dorë djathtë. Sepse shejtani mallkum han me dorë të shmajt, pin me dorë të shmajt, edhe jep e merr me dorë të shmajt. Në më thonë që ka pejgamberi sa po na mëson qysh me kundërshtu ata, mirë po sa na rrim, unë kam pe praktikës vllazën të ndëron, na musliman me disa besimtar kur rrim, edhe ja u përsërisëm, edhe ju thojmë, mos pi me dorë të shmajt, e merr çajin me dorë të majt. Nuk i kujdes, domethënë nuk jemi të kujdesshëm në ato punë që Allahu dhe pejgamberi jo na ka mësue, nuk jemi. Pejgamberi sa më pa një ditë një tupi ujë me dorë të shmajt. Edhe i tha, ndretha, pi me dorë djathtë, sepse shejtani pin me ty. E shehke pejgamberi sa me pajke. Edhe i tha një ditë njëri tha, ki dëshirë tha maca me pi me ty ujë? A ki dëshirë tha me pi maca me ty ujë? Bashk, me një gotë, me një anë. A keni dëshirë maca me pi me ty? Tha jo ja Rasulullah. Tha ka pi një ma i kes se maca. Ma i kes shumë. Tha ka pi shejtani. Edhe na si vënojmë kujdes qajin, sokat e ndryshëm, ushqimin me dorë shmajt, e tjera, nuk janë njerëzit kujdesshëm. Shumica e popullit tonë, familjeve tona kështu me radhë, nuk i kemi këto porositë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vllai nderuam, që kjo është ajo tema që po dëshirojmë na, thelbi i kësaj teme që po dojmë të thonë këtë çështje. Kundërshtimi i shejtanit veprimet e tij. Edhe këto natyrisht i mësojmë pe pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, sepse na nuk jemi pejgamber mi ditë këto, por ai na i ka mësuar. Pastaj ka ndalu pejgamberi sa që të pim ujë në kam, me pi ujë në kam. Mos pi, ka ndalu, është më e pëlqyeshme me ujë, patjetër ujë. Si në ushqim ashtu edhe në pije. Jo me pi në kam ujë. Tash janë ato kafet a keni pa me qëllim i kanë bë metoda të shejtanit. Shejtani po udhëheq këtë punë, e kanë bë kafet ku do të më nejt në kam me pije, me hangër, me e tjera. Domethënë vetëm atë që e pëlqen shejtani. Kështu i kum pa disa kafet veçanta këtu, domethënë
metoda të reja, janë, shumë e thonë, çështje moderne që i kërkon koha, do më thonë me hangën kam edhe me pinë kam e kështu me thonë. Veç, do më thonë, me kundërshtu sunetin e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar vëllai, apo edhe Allah në Kur'an israfin. Israfi, atë që është i keq sa që Allah në Kur'an tha innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Vërtet ata të cilët bojnë israf, e çojnë mallin në gjanat kota, i japin pa kujdes, edhe nuk e din ku e dhojnë, jo në rrugt të Allahut janë vllazët e shejtanit. Vëllezërit e shejtanit janë ata njerëz të cilët e shpenzojnë pasurinë në gjanat kota. E kush janë ata? Na jemi çata. Populli jonë janë vëllezërit e shejtanit mallkum. Pse ku çojnë popullin pasuri? Ku janë të çu pasurinë për xhamia? Për botime islame? Për rrugën e Allahut? Për punë të mara? Ja, i dhimet. 5.000 euro vllazën të ndërum i kanë lyp vjet për me ndërtu që të minarën tonë, që është katastrofë, midis Prishtinës. Rësaj pëshini që ka po ndërtojët xhamia si te që ka me. 5.000 euro i ka lyp. 5.000 euro një familje muslimane i ka lanë në kafën e Iliris për një natë. 5.000 euro rafsh i ka lanë për një darsëm, ka bo darsëm edhe të shpia, përmenë si shemë, s'ka pa marë parasysh kush është taj. S'ka, nuk ka lidhje. Po du me thonë, shikoni që ka jena në gjendje me bo për hatër të shejtanit, për israf, e nuk jemi në gjendje me bo për hatër të Allahut kur gjumë. S'kemi, valla, nuk kemi, po kur vje puna për zina, për raki, për darsma, për gjanat kota që s'kan kur farë vlerë në altet, në qatë shpenzim nuk banë, s'po thomën e mos bë darsëm, se dhe pejgamberi ka thonë bë darsëm, e bën diçka, e prejën e i dashin e i dele, ato e në krejt, por jo me te pruhe, ma shumë shpenzën në rrugën e Allah. Po për atje, shejtani po ta ngushtën zemrën e shpirtin, po pe hupi këtë parë. Me dhonë rrugë të Allah të po më humë, s'ka vlerë. Hamon realitet që ajo po tjetë të Allah në gëllë. E Allah i përshujti ata të cilët veprojnë kështu që janë vëllezërit e shejtanit. Tha me një hadith tjetër pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, firashun lirrajul wa firashun limraatihi wa firashun lidhayf wa rabi lishaytan. Dëgjani me mendje vëllazën tonë. Hadith i rëndësishëm, ndoshta nuk e keni ni, apo ne pashini më herët e keni harruar. Tha, një krevat për ty, një për gruan tënde, një për musafirin, i katërti për shejtanin. Një për ty, një krevet e merr për ty, i nevojshëm, ke nevojë për një krevet, e merr, një kauç, që thojmë nëse. Dytin për gruan tënde, i treti për musafirin, i katërti për shejtanin. Do me thonë, qka e tepron, qka ndërton, ose blen pa nevojë, e ki për shejtanin më. Nuk është për ty. E sa një peshin, apo ndërtojmë, unë e di rastet vllazën të ndërun vllazën këtu të ne, 2 apo 3 vllazën e në ata, 2 vllazni kanë hecë për para shumë. Kanë ndërtu pallate, kanë ndërtu dyqane, janë bo milionera. Vllai i tyne është në kolib. Me një kolib. Mirë po, dashti Allahu, ata të pasurit, shkun, me të këtë fukaraja. Shkun, nuk ju me të këtë dynjo. Ndërtojnë. Pa marë parasysh edhe të janë musliman, por nuk jemi besimtarë si duhet vllazën të ndërë. Na po kujtojmë me ka musliman, pse kena ardhur me falë në namaz, ose pse pa agjerojmë Ramazanin. Këto janë obligime vetëm, kur gjë tjetër. Islami është shumë më i thellë se sa që po mendojmë na. E kështu vllazën të ndërun, e harrojmë vllahun ton, nuk jena në gjendje me dani pjesë shtëpisë tonë me ia dhënë vllahu ton. Pse? Se jena të undë vetëm me këtë dynja. Nuk po ndërtojna, nuk po mendojna me ndërtu ahiretin, po dojna me ndërtu këtë dynja e me shkatru ahiretin. Si shtaj djetari kur i tha ti halifës ton, i tha i halifja, po pse o Abu Sulejman, tha pse na pe urrejna ahiretin e pe dojna këtë dynja? Për çka? Tha shumë thjesht. Tha sepse e keni ndërtu këtë dynja e keni shkatru ahiretin. Prandaj po pritoni me dal pe ndërtimit në shkatërrim, se sikur ta ndërtonit ahiretin, e me kanë kjo pak më e shkatrume, kishit me pas dëshirë me dalë atje. E na vllazën të ndërrum që shkallimi, ndërtojmë dynja, pastaj e dojmë këtë dynja, i friksohëm kësaj dynjaje, edhe nuk e dojmë ahiretin, nuk e dojmë vdekjen, nuk e dojmë Allah, nuk e dojmë botën e ardhme, nuk e dojmë xhenetin në cilin ka përgatitur Allah, çka syni nuk ka pa, çka veshi nuk ka ndëgju, apo çka zemra e njeriu nuk mundet me paramendu. Na inshallah taala vllazën të ndërum do të vazhdojmë atutje me këtë çështje edhe pse na mbet në gjysmë inshallah taala në ditët e ardhme
Elusim Allahun dhul Gjelal që ta forcoj Islamin dhe muslimanët, ta poshtoj kufrin dhe pabesimtarët, të drejtoj të humbrit tanë, të shëroj smurit tanë. Elusim Allahun dhul Gjelal na drejtoj neve në veçantë në rrugën e drejtë. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.